Mirë se vini në Real Story për të folur për këtë temë interesante, pas atij vendimi jo dhe shumë interesant, apo mos vendimi unikal të gjykatës kushtetuese. Me mua sot në studio janë zoti Bledar Dervishi, ish kryetar presidencial, ekspert çështje ligjore dhe kushtetuese. Bledi me mbrëma, faleminderit që mos. Faleminderit për ftesë. Përsida Gjekondi, mbrëma Përsida. Mbrëma. Skënder Mexhozi, mbrëma Skënder. Dhe Arben Meça. Mbrëma Meça. Mbrëma. Po vazhdon lexoni me duar, si është ajo shpreha, sonte do flas me letër, ta? Të radhë flas me letër. Të radhë flas me letër. Me laps, me letër, në gërmë dhe në shkronjë, thojnë juristët. Edhe në frymë. Me Dervishin dhe hapë me ju, sepse ju a kam bërë fakt disa herë kompliment live kur ju s'keni qenë këtu, që jeni personi vetëm që kapët faullin kushtetuese kur ishit këshilltari i presidentit Meta atëherë dhe kishit shumë drejt. Faleminderit. Shumë prej nesh nuk ta pëlqente, ndoshta politikisht e tjerë, por ka falli që ju kapën në atëherë është shumë interesant dhe besoj kam unë një përshtypje, ai lloj falli është origjina e gjithë kësaj bzallamaie, pra se gabimi ka kapur gabimin pastaj. Në siglën tuaj, ju përmendët që zonja Vitore Tusha mbajti për një gjatë 33 muaj. Gjykata kushtetuese 33 muaj për 3 muaj bën 3 vjet, nuk e kishte funksionale dhe fal atij debatit lart kushtetues apo përplasje ngërçi kushtetues, konflikti quhet si të duash, majorancë presidencë. Në përfundim u arrit që kjo gjykatë kushtetuese të bëhej funksionale në dhjetor 2020 me 7 anëtar. Po gjithmonë lindte një pikpyetje, duke ditur parashikimet ligjore, a është ky quorum i nevojshëm për të marrë vendime? Po, për të ulur në tryezë është 6 duhen minimalisht. Për të marrë duhen 5 vota pro. Ja ku fati na tregoi që tashme vetë një gjyqtar ka vlerë kur vendi ti ngelet vakant. Sepse ne mund të kishim parashikime edhe më të sakta. Shiko, ata që hartuan kushtetutën kanë menduar se do vepronin në mënyrë perfekte si kronometër për plotësuar vakancat. Edhe parashikimet që ajo ripërtëria çdo 3 vjet, këtë funksion kanë. Por realitetin shqiptar ku ne zbatojmë çdo normë ligjore është komplet ndryshe. Dhe vakanca na ka ndodhur tashmë zonja plotëson një vit që ka edhe ndorheqjen dhe vakanca nuk është plotësuar. Pse s'plotësohet? Nuk plotësohet sepse në fillim le ta themi ashtu siç është, ku vendi bëri një gaf, rihapi thirrjen duke e vendosur afatin, sikur kjo vakancë që po ishte hapur ishte për deri në 2028. Nuk ishte ashtu, sepse ishte gaf apo jo, duhet të jetë gaf në interpretim. Sepse i qëndruan vijës logjike të mbajtur gjatë konfliktit që ju citua 2019-2020, ku një nga shkaqet e shkarkimit ishte pikërisht për presidentin gjithmonë, ishte emërimi i gjyqtarit kushtetues i renditur i 4-të, ndërkohë që në atë betejë kushtetuese doli si doli, ne rezultuam fitues. Dhe tashmë kur u kuptua që interpretimi ishte bërë gabim, u rihapën edhe një herë vakancat, tash i kanë shkuar, po ka edhe një organ që i zgjedh ta gjyqtarët, i verifikon, pastaj i kualifikon, pastaj i rendit me pikë dhe ja propozon organit e martesës, i cili nuk funksionon me akselerim siç duhet, me thënë të drejtën. Sidomos kur shkon drejt fundit të mandatit, është për një vit është për një vit kanë, kështu shkon gjithmonë. Por fakti lejohet cituar për mirë dhe unë po citoj prapë për mirë zonjën Tusha. Jemi këtu live dhe ta dëgjoj vetë. Jo, unë citova mirë zotin Gjoni, edhe jam i sinqert. Krahasuar me këtë që ka bërë gjykata kushtetuese. Për të rikthyer historisë, në 2020, në shtator të 2020-s ne rihapëm edhe një herë thirrje të 3 organet e martesës. Gjykata e lartë, presidencë dhe kuvendi. Dhe për 3 muaj u plotësuan vendet vakante. Pra kur ka vullnet, ka shtrëngesë, ka ndjekje nga mbrapa të këtij procesi. Ka vullnet pra. Po, duket sikur Kedi, Këshilli i Mirë Drejtësi, e lë këtë proces punën plan 2. Se pranët e partë punës, ata kanë gjyqtarët ku janë, në gjykatën e apelit, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme apo prokurorinë e apelit, dhe kjo del në plan 2. Ndërkohë që Kedi duhet ta ketë plan të parë plotësimin e një vakancë në gjykatë kushtetuese dhe jo plan 2 pune. E para. Dhe verifikimi, se tash vim tek gjykata e kushtetuese bëhet para, institucioni i parë që urin. Një nga arsyet pse pengohesh ose akseleroj ecja e procesit të verifikimit të kandidatëve, duhet ta kujtoj se kam qenë në 5 vite anketë pjesëmarrës dhe di shumë mirë çfarë ndodh aty brenda, çfarë mund të ndodh, kur verifikuash figura e një kandidati, pyeteshin të 35 apo 52 sa për tashti zyrat e ASHK-s në rrethe. Dhe mjafton dhe një zyrë, mos kanë përgjigje që ky gjyqtar apo ky prokuror apo ky kandidat nuk ka pasuri këtu, dhe s'na ka ardhur përgjigje nga ASHK, po themi Dibër. Ndërkohë që s'ka qenë ndonjëherë në Dibër. Dhe në këtë proces na duhesh ne të investohesh Kedi dhe të bënde shkresa pas shkresas në ASHK qendrore, që të riqte veshin aty drejtori në fundor, apo të sigurimi shoqërore, apo të çdo bankë niveli 2, se këtu shkon vettingu i tyre. Edhe për të akseleruar më shpejt. Po jo që ndodhi që për 3 muaj ne e plotësuam.
nga shtator 2020, dhjetor 2020. Dalim taj që ka mungesë 27 dhjetor. Dalim që mos humim shumë. Ky është një historik, po... Jo, po duhet. Duhet sepse ajo, ne kemi diskutuar edhe më herët gjatë këtij viti, nuk e di, është institucioni që u ndërtui pari, duhet ishte rindërtuar i fundit pasi ai ishte një me autoritet si institucion dhe gjykatës që kishin marrë vendime shumë të rëndësishme dhe të pa kontestueshme. Dhe kjo është më rëndësishme, dhe në kohë u zëvendësua me ata që u zëvendësua dhe ne e kemi parë. Thjesht kur imagjinon që ish kryetari i gjykatës kushtetuese, që hapi konfliktin me mazhorancën, me pushtetin legislativ, jo me mazhorancën, për çështjen e mandatit një deputete, sot shkon kërkon punë qeveri, që këtu fillon dhe mbaron filmi. Pra, këtu tregon se çfarë integriteti kanë pasur. Gjyqtari kushtetues në kohën të fundit, gjyqtari kushtetues në vlerësimin tim do të jetë fundi i karrierës tij. Dhe mbas ti mund të jetë maksimumi presidenti i Republikës. Fakt. Maksimumi presidenti i Republikës. Nuk mund të rikthehet në gjykatë apeli apo jurist apo të marrë çantën avokat. Kemi pas kryeminist 30 vjeç. Kështu që është fati jon, po që në vlerësimin tim gjykata kushtetuese do të ketë mbaruar të gjitha hallet e shtëpisë. Pas asaj minimumi ambasador diku në vend. Për ambasadorët sistem diplomatik që duhet të jetë fundi i rrugës. Fundi i rrugës. Tani këtu vinë nga rruga dhe futen ambasador pa asnjë ditë ministrit jashtë. Jo, këtu po futen gjykatë kushtetuese, se për ministrin e jashtëm pastaj ne e dim. Vledi, që ta nisim debatin. 4-4, është vendim, nuk është vendim? Është shiko, sipas ligjit ata, ka të bëjë me defekte në draftimin e ligjit për gjykatën kushtetuese. Edhe kjo çështje. Pse të konsiderohet kërkesa e rrëzuar nëse kemi barazi votash? Pse mos konsiderohej në rast barazi votash vendos vota kryetarit? Ta zëm. Dhe kjo do ishte zgjidhje, merr një zgjidhje. Pse shkon në disfavor të kërkimit? Po, nuk e mbaj mend si ka qenë, po themi siç është. Kryetari Ka disa organe, për shembull vetë Këshilli i Drejtësi e ka kur barazim votash, vendos vota e kryetarit. Gjykata kushtetuese ka në rast barazi votash, konsiderohet e rrëzuar, jo se është rrëzuar. Por nuk ka vendim, nuk përbën jurisprudencë kushtetuese, nuk përbën as mendimi 4 këtej, as mendimi 4 andaj. Praktikisht konflikti kushtetues, mosmarrëveshja është aty e pas zgjidhur dhe mund të rishfaqet sërish.